Në prag të festës së Pashkëve, zëvendës arqipeshkëvi Shkodrës Dom Dritan Doci ishte i ftuar në emisionin e mëngjesit në Star Plus me gazetaren Fioralba Doda. Zëvendës arqipeshkëvi tregoi me detaje atmosferën në këtë ditë feste edhe të gjithë ritualet që kryejnë besimtarët e krishterë. Është ai që i pastron mëkatet vërtet, është sakrament që ka një fuqi të vetën. Dhe kjo është edhe kanë shumë për zemër, shumica e kanë për zemër në fakt. Për Pashkë sidomos ne priftet kemi shumë punë, edhe natën vinë, kam me po vinë festat. Okej, mirë. Pra, rrëfimi është e para, se përgatitemi shpirtërisht. Do të fillojmë nga brenda, pastaj janë jashtë, pjesa jashtë. Janë edhe liturgji tjera, që nga Diela Larit, për shembull, që hyrja solemne e Krishtit në Jeruzalem, ka atë bukurinë e vet, pastaj edhe njerëzit vinë me lari, i duajnë shumë të rite. Pastaj janë edhe forma tjera që janë më tradicionale, për shembull, sot është dje ishte premtja e entja madhe, mesha krizmale, paradite, me arqipeshkëvin në katedrale, pastaj pas ditën e përfamulli mesha darkës së Zotit, ku Krishti themelon Eukaristinë dhe u la në kam të apostive, dhe është bën kjo larja kamve, është e dashtën edhe si liturgji, shërbimi, për Jezusi veti ka la kamët dhe na ka thënë për atë shërbim njëri tjetrit, dhe e premtja madhe, sot që ka dhe liturgjinë e kryqit, ullët e kryqit, e shumta. Në këtë heshtje ka dhe zhurmën e vetë, sepse është bekimi buks, për shembull, që shtonë paradite, gjitha famullit, bekohet buka. Është një ritual shumë interesant, ka dhe atë zhurmën e vetë, për zhurmë e bukur, zhurmë organizumi, shef gjithë njerëzit, gjithë gratë ma shumë, atin me çanta, mundësisht edhe çantat i zbukurin kush i ka ma të bukur. Edhe unë të frem pak edhe duke i ma ndonjë batut kur vinë atë. Por është familja që është aktivizu, dhe kjo është shumë e bukur. Është e gjithë familja që është aktivizu për atë moment, që zgjatë 10 minuta, nuk zgjatë shumë bekimi buks, por sepse mblidhen gjithë në kishë dhe meshtari shkon i bekon, por do të thotë se sa përgatitja është bën te shtëpia, pastaj rituali pasojmë për ta konsumuar bukën të dielën e Pashkëve në shtëpi. Në veza, për shembull, sikur se zogu që nga brenda e thyn lvozhgën e vet, ashtu Krishti nga brenda vdekjes e mposhtë vdekjen edhe ngjallet. Dhe prandaj është ky zakoni që pak a shumë është zbej për të thuj vest me njëri tjetrin. Fëmijët, o kur ishin fëmijë, o sa të freshëm, sa na vinte të keq kur humshëm. Por ishte një entuziazëm vërtet i madh në lagje, e magjancën lagje kur vinte si thosh Diela Pashkve, sepse filloshim me sy vët. E kanë disa fëmijë, e kanë alonë në disa zona. Në mbyllje të bisedës, Dom Dritan Doci bëri edhe urimin në prag të kësaj feste. Të besojmë te një prani. Ajo që thash edhe në fillim, jo të një ide, të një prani, e kjo është gjithë. Kujdes nga ato fraze nga njerë, që unë vetë më i parë nga njerë, theme, për këto Pashkë, ose për këto Krishtlindje, o për këto festa, unë s'kam pse për Bajram, për shoh, s'kam pse lusë, se nuk kam ma festë. Jo, festat të nxjerr nga vetvetja. Në këtë rast, Krishti është ringjallë, pa varësisht se si është zemra ime. Jo, nuk është ringjallë në zemrën time. Punë e madhe, si thosh, se si është zemra ime. Zemra ime duhet modifikohet e duhet përshtatet atje. Është një prani e cila më fton të dal nga vetvetja, të dal aty ku duhet dal, kuptimin e fjalës, se jo gjithmonë ndoshta kemi nevojë dalim nga vetvetja, por nga e keqja. Të besojmë te një prani e cila e modifikon e ndihmon pastaj jetën time, zemrën time, ta çojmë si dush. Dhe është një prani ngushëlluese, e mëshirshme, pafund e mëshirshme dhe mbrojtëse.